shërbetosur më pas. Çfarë gatuajmë? Kemi përsëri speca me gjys, po. Një shtor, kjo është shije tjetër se jo gjithë duan gatimin e Beratit, duan edhe gatimet e Tiranës. Ja ku përshëndesim dhe armisat e Tiranës. Do bëjmë fërgesë tani. Po patjetër. Patjetër. Edhe kjo e tiganit. Gjys me damota, speca. Gjys me damota. Po unë them gjys, domate, speca. Po të doni... Kam e ku kam unë këtuja, kam edhe djathë, kam edhe gjallë. Shtoj direkt, do të shtoj yndyrë, sikur se edhe pakës gjallë. Jo shumë. Ja, do të shofim pak edhe për bërësit. Speca me gjizë dhe domate. Ju duen speca, domate, gjizë, djathë të bardhë. Hudhra, gjalp, vaj, miell nisri, krip, piper i zi, piper i kuq. Njetet, kjo e shpejt që konsumohet, me thënë drejtën në çdo vakt konsumohet kjo receta. Herë e para gjë shtoj specat si të dëshironi ju, të kuqe, jeshile, si të keni qef. Normalisht largoj nga fara. Mi zbulsim, këto janë shumë mishtore, edhe shumë të shishme dhe shkoj shumë me gjizë. Edhe shumë speca, se zduat dhe shumë speca. Po të doni ju, ka mënyra nga më të ndryshmet. Pa tjetër që mund t'i prisni, por do t'i bëj herë tjetër. Ja. I zbusim pak sa. Kam. Në frigorifer nuk i largojmë asnjëherë pjesën e lulës të domatja. Sepse kur heqim kemi kalbin më të kollajt, nuk i lajmë dhe direkt i thajmë mirë ose në të kundërt. Kemi perime që shkojnë në frigorifer dhe kemi perime që nuk duan frigorifer. Domatja është një prej tyre. Perime mund ta vendosni, jo, perime, nëse ne këtë e marrim për shembull të fortë, nuk e vendosim fare në frigorifer. Frigoriferi mos mendoni se frigoriferi i mirëmban në gjendje, por zbudë disa perime. Po pra, më duke sikur i humbet shia domateve në frigorifer. Ne dim shumë mirë përse ka dalë frigoriferi. Nuk ka dalë për mirëmbajtjen e gjëja më e mirë është që ne në momentin që blejmë ushqimet ne duhet të konsumojmë. Marrim më pak masa dhe i konsumojmë sesa mirëmbajtja në frigorifer. Tani që thonë mbajnë në frigorifer jo ande jo telefon jo kështu, zero me xhufk. Merrni më pak që ti konsumoni sa më të freskëta sepse është më mirë për ju, për mua, për ne. Po, kjo ka ardhur për ato zona vende ku nuk janë afër tregjet ose si marrin dot. Po të marrim zonat. Ne që kemi poshtë pallatit tregun për shkak. Po të marrim zonat, marrim nga pak. Kanë ardhur nga zona shumë më të largta që s'kan pasur frigorifer. Por ja që industria normalisht kërkon që të ketë frigorifer. Aq më tepër që produktet tona i gjejmë në çdo shtëpi. Fuqizohen me bakterie dhe në frigorifer. Patjetër që po. Do thoni ju e gjithë ditur jo Albana të them të drejtën në profesionin tim jam vazhdimisht të seminare, prandaj dhe u a them, nuk është se më vjen në mend dhe i them. Kemi ndonjë mundësi që ta grim aty po, shpejt do ta bëjmë në formë pelte edhe këtë domate. Direkt, se s'ka nevojë, prandaj ju zgjata bisedës. Kaq më duhet. Do t'i shtoj. Onik i largojmë të gjitha këto që mos ta duken. Opa. Marim dhe djathë. Ja. Nuk më duhet ngjyra e kuqe e fare. S'më duhet sepse te specat shtoj masën e gjizës. Shtoj thelpit e hudrave.
një nga ato fërgesat, ato gatimet e shpejta, që mbetet shia, këtë periudhë. shia. Do kemi kujdes ëmbëlsirën, sepse mua nuk më kërkon gjyrë. Thjesht sa të thahet pak. Të largohet lagështia, që ne të kemi mundësi të shërbetosim, por duan dhe pak. Kryojnë ato qarjet në sipërfaqe. Masën e kripës, se gjizën e kam pa krip. Pakës fare piper. Niki, të lutem shumë, dua pak miell misri, se pa miellin e misri nuk kam atë masën e duhur. Ja, shife. E di që kur do ta gatuani, do ndjeni atë aromën e duhur. Tek djathi. Djathi shumë mirë, dhe nëse ju e bani vetë, uj me kripa të jetë e trash, da një sekund të marrë një kripa të jetë e trash, ja një sekund. Një luk besoj na duhet nga mielli i misrit. Ska që se unë e preva me fik, por që një luk sa për t'i fiksur ato lëngjet. Do të shtoj. Ku e lam? E lam tek djathi. Djathi, shëllira e djathi të jetë me kripën e trash, me kripën e zezë. Dhe normalisht vendosni sipër ose një nap, ose nap, më mirë. Ose as me letër, po me nap. Ajo është gjë më e duhur. Ruan djathin për një kohë shumë të gjatë. Do të shtoj pakës djath të bardhë. Ja. Gjitha pra, edhe gjizën edhe djathin dhe shifeni se është një recet shumë e përdorshme dhe thjesht dhe shumë e shishme e kuzhinës tonë, që kombinon specat e kuq dhe specat jeshil, gjizë, djath, hudhra, vaj ulliri, erza, po të doni pastaj, ashtoni. I kam të gjitha. Shtoj pakos fare piper, nëse ju doni mund të shtoni majdanoz, në të kundërt, ish mos i shtoni, faktikisht, qene ka pa majdanoz, faktikisht. E ka me një cop buke. Një cop buk të ngrot, të sapo pjekur, një buk që e ngjyen aty tek lëngjet që kanë lëshuar dhe specat, yndyrra që ka marrë aromën e duhur. Jo më lumsh mua, duan më lumshin, por kur keni produkte të duhura, nuk do zhgënjeheni.